Ja ku jemi këtu me parashkimin e datës 8. Data 8 tetor të 2025. Duket se është një ditë me shanse të mëdha, me ndryshime të mëdha. Nëse duan të bëjmë diçka, të nisim diçka, është koha më perfekte, po, sepse dita e mërkur, siç është pikërisht kjo ditë, çfarë na sjell kjo data 8? Afrodita formon një gjashtkëndësh me Jupiterin. Imagjinoni, Afrodita është planeti i bukurisë, i dashurisë, i ekonomisë. Jupiteri është planeti i mundësive, i ndryshimeve dhe i takimeve të rëndësisë së veçantë në biznese, pra i shanseve. Atëhere, kemi të bëjmë një kënd jashtëzakonisht me fat që sjell optimizëm, kohë të mira, entuziazëm, suksese në marrëdhënie me financat. Me fat janë të shumë